Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë me një hadith: mendje mëdhejt do të ringjallen sikur grimca në ditën e gjykimit, dhe njerëzit do t'i shkelin ata me këmbë. Andaj çdo besimtar duhet të kapet për librin e Allahut azza wa jalla, që ta shpëtojë veten e tij. Allahu subhanahu wa taala thot: "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Ule krahun me besimtarët apo ndaj besimtarëve. Ule krahun, bëhu modest. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men tawada lillah rafa'ahu Allah." Kush bëhet modest për hir të Allahut azza wa jall, atë do ta ngritë Allahu subhanahu wa taala. Bëhu modest me besimtarët. Pranoj këshillat e besimtarëve. Ulu me besimtarët. Mos e bën mendje madh ndaj atyre. Përshëndeti ata. Han ku han edhe ata. Ulu ku ulen edhe ata. Mos e konsidero veten se je më i ngritur. Mos u lavdëro, mos u kreno me ecjen tënde, apo me pasurinë tënde, apo me veshjen tënde, apo me makinën tënde, apo me fuqinë tënde, sepse mos haro se Allahu subhanahu wa taala është mbi të gjithë.